simpati mes Iranit edhe këtyre vendeve, ka pasur vetëm interesat të përbashkët dhe marrëveshja e fundit që bë para 2 vitesh mes Iranit dhe Arabisë Saudite ishte pikërisht një marrëveshje e cila u organizua nga Kina, nëse të kujtohet, dhe u sponsorizua nga Kina në kuadër të BRICS-it, gjë që i bëri shumë nervoz amerikanët. Ajo çka i ka mbajtur bashkë këto vende ka qenë pikërisht interesat. Në rastin konkret, ne nuk mund të prisim që Irani nuk do të reagonte, aq më tepër që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe trupat amerikane, dhe jo vetëm trupat amerikane, kanë goditur Iranin pikërisht nga bazat nga këto vende. Dhe është e pamundur që ne të mendojmë që sulmohet një vend dhe ai nuk do të kundërpërgjigjet, aq më tepër që është një vend i militarizuar dhe është një vend me një doktrinë jo të vogël ekstremiste, fetare, politike, kështu që nuk kemi një luftë reale, duhet të lexojmë realitetin, na pëlqen s'na pëlqen, ky është realiteti. Kulla, ta analizojmë pak edhe kontekstin apo backgroundin politik të ngjarjeve. Pak para se të ndodhte ky sulm, ne kishim një luftë të hapur ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit. Cila është lidhja mes këtyre 2 ngjarjeve? Po ka disa lidhje. Në radhë parë, një ditë para se të bëjë sulmi në Pakistan, në Afganistan nga Pakistani, kryeministri i Indisë, Modi, shkoi në Tel Aviv dhe vizitoi Tel Avivin. Dhe keni parasysh që India është lidhur me interesa ekonomike ashtu si dhe Kina me Afganistanin, pikërisht sepse edhe India shpreson që të ketë një kanal të furnizimit të gazit dhe të naftës ashtu si Kina që kalon nëpërmjet Afganistanit. Ndërkohë ne njohim të gjithë rivalitetin e Indisë me Pakistanin dhe në vitin që shkoi Pakistani e ndihmoi jo pak Iranin në luftë kundër Izraelit. Dhe keni parasysh që edhe India dhe Pakistani janë fuqi bërthamore dhe unë mendoj që krijimi i kushteve të një konflikti mes Afganistanit dhe Pakistanit kishte si qëllim 2 gjëra. Një, heqjen e mundësisë që Pakistani të jetë edhe një herë një suportues i Iranit në luftën e drejt për drejt ndaj Izraelit dhe Shëbaz. Dhe 2, përfshirjen e Afganistanit në luftë në mënyrë që të krijohet mundësia që me përfshirjen e Afganistanit në luftë mos jetë mundur ndërtimi i tubave të gazit dhe të naftës që kalojnë nga Irani drejt